Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK i ka kërkuar GKK-s dënimin me 3 vite burgim për ish-deputetin socialist Jurgis Çyrbia, ish-ligjvënësi socialist, akuzohet për tregim të sekretit shtetëror në disa raste, për kraje të autorit të krimit disa herë dhe korrupsion në zgjedhjet e vitit 2021. Ndërkohë për Altin Hajrin, i akuzuar për korrupsion në zgjedhje dhe për kraje autorit të krimit, gjithashtu kërkua 3 vite burg dhe nga gjykimi i shkurtuar, i zbret në 2 vite, ndërsa SPAK për Ahmet Mashën, i cili është nën akuzë për tregim të sekretit shtetëror dhe për kraje e autorit të krimit, kërkoi qëndrim pasekurave për 2 vite e 6 muaj, por nëse dënohet, përfiton nga gjykimi i shkurtuar dhe i ulet në 1 vit e 8 muaj burg. Çyrbia do dënohet përmes formulës së gjykimit të shkurtuar dhe në rast të pranimit të kërkesës së SPAK, Çyrbia do të vuajë 2 vite burgim. SPAK ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen e Jurgis Çyrbias në korrik të këtij viti, i cili po hetohet së bashku me Altin Hajrin, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, dhe Ahmet Mashën. Në dosjen e SPAK thuhet se ish-deputeti Çyrbia ka patur miqësi me Altin Hajrin, duke i premtuar këtij të fundit se do ta ndihmonte në këmbim të votave gjatë zgjedhjeve. Ndërkohë Altin Hajri akuzohet për korrupsion në zgjedhje pasi i ka siguruar vota ish-deputetit Çyrbia. Sipas hetimit, ka rezultuar e provuar se Jurgis Çyrbia, Altin Hajri dhe Ahmet Masha kanë koordinuar aktivitete të ndryshme kriminale përmes komunikimeve në Sky ECC dhe Matrix. Janë faktuar 8 episode gjatë periudhës 1 maj 2020 deri më 8 mars 2021. Të akuzuarit janë vënë në djenin të dhënave në sistemin Teams dhe një person të shpallur në kërkim, si dhe të disa informacioneve sekrete të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, thot SPAK. Këto informacione lidheshin me planet e saj në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, por edhe në qarkun e Durrësit, për kapjen e personave të shpallur në kërkim, për kryerjen e elementeve të veprave penale në kuadër të krimit organizuar. Një tjetër element i rëndësishëm që del në pa nga hetimet e SPAK është fakti që Altin Hajri dhe persona të tjerë komunikojnë në platformën Matrix pas arrestimit të Jurgis Çyrbes dhe Ahmet Mashës gjatë periudhës tetor-dhjetor 2024. Në këto komunikime janë evidentuar edhe takimet me punonjës të policisë, të cilët kanë informuar për aksionet e bluve. Jurgis Çyrbia u arrestua më 20 tetor 2024 me urdhër të SPAK. Ai ka qenë deputet i kuvendit për 2 legjislatura dhe ka dhënë dorëheqje nga mandati në tetor të vitit të kaluar, në kohën kur hetimet e SPAK kishin hyrë në fazën përfundimtare.